Për seancën e ditës sotme të Banjskës, natyrshëm edhe për lajmin e fundit 12 tetori, me sa duket do të jetë ditë zgjedhjesh në Kosovë, do të lidhem me Kosovë Gjocin. Kosovë, të përshëndes. Të lutem paraprakisht të flasim për lajmin e fundit. 12 tetori është data e përcaktuar tashmë nga Presidentja e Republikës zonja Vjosa Osmani. Si e ka argumentuar këtë datë dhe megjithëse specifikohet se do të jenë vetëm zgjedhjet lokale, sa gjasa ka që të zhvillohen edhe ato të përgjithshme, apo gjithçka është mbyllur ditën e sotme? Do të jenë vetëm lokale? Po, Ilir, realisht zgjedhja e kësaj date nuk është bërë konkretisht nga presidentja, kjo ka ardhur si rezultat i konsultave që ajo pati me partitë politike para pak ditëve, ku realisht një nga datat më të përmendura nga vetë partitë ka qenë pra 5 tetori, 12 tetori, 19 tetori, dhe duke qenë se kam përshtypjen që edhe numri më i madh i partive, si atyre shqiptare, si atyre të pakicave, kanë qenë të dakord pra që eventualisht mesi i tetorit jetë data, por po ashtu edhe pas konsultave që ka pas me KQZ-n, sepse e dim që atë ditë që pati takimin ajo nuk e caktoi datën zonja Osmani, kërkoi që ketë një lloj konsultimi edhe me KQZ-n për shkak se janë ata që duhet t'i organizojnë dhe t'jenë, po them, në dakordim me ato se çfarë janë kërkesat e partive politike. Dhe kjo ka ardhur normalisht si rezultat i këtyre konsultave që zonja Osmani ka pas edhe me partitë politike parlamentare, por po ashtu edhe me KQZ-n, por prapë them edhe atë ditë u pa që pak a shumë nga shumica e partive këto data, pra dhe njëra nga ato që ndoshta më së shumti u përmend ishte 12 tetori, kështu që ka ardhur si rezultat e atij konsultimi. Sa i përket asaj që nëse mund të mbahen edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë datë, normalisht nuk është mbyllur bashkë gjithçka Ilir, sepse natyrshëm afate ka që të ketë një përcaktim të tillë, por duhet ta kemi parasysh që megjithatë nuk është edhe aq e thjeshtë dhe e lehtë, sepse edhe për të arritur një, po them, vendim të atill që të kemi 2 palë zgjedhje në një natë, duhet fillimisht të ketë një dakordim mes partive politike. Që kjo gjë të ndodh, pastaj për te ide që edhe atë ditë kur zonja Osmani takoi partitë për zgjedhje lokale, pati qëndrime dhe kërkesa që realisht edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të llogaritin që të mbahen në një të datë, por prapë them ka procedura që duhet të kryen në mënyrë që kjo gjë të ndodh, që realisht e para është dakordimi i partive politike që të ndodhë një gjë e tillë, pastaj duhet bëhet konstituimi i kuvendit i lirë, pavarësisht faktit që merren vesh partitë që të shkohet në zgjedhje, prapë se prapa duhet patjetër ta konstituojnë kuvendin në mënyrë që të shpërndahet kuvendi, dhe pastaj zonja Osmani ka të drejtën që brenda 45 ditëve caktoj datën e zgjedhjeve brenda afatave kushtetuese. Kështu që nuk po them se është kryer gjithçka, por në anën tjetër ka disa hapa të cilët duhet kryen fillimisht në mënyrë që pastaj zonja Osmani eventualisht gjithmonë me dakordimin e partive politike ta vendos pra që në të njëjtën datë kemi edhe zgjedhjet parlamentare. Por prapë se prapë kjo mbetet të shihet fillimisht nëse do të kemi zgjedhjet jashtëzakonshme dhe më pas nëse do të gjendet një konsensus mes partive që kjo gjë të ndodh në të njëjtën datë me zgjedhjet lokale. Po, Kosovë, edhe një zhvillim i minutave të fundit, ka një takim i Diskurtit edhe Hamzës apo jo? Ke informacione se për çfarë po flitet, për çfarë po diskutohet?